Në 16 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit Ilir Soba, homazhe për anëvarrit e tij bën kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila e shoqëruar nga bashkëpunëtorët. Ajo me këtë rast tha se vepra e dëshmorëve dhe e Ilirit do të mbetet përjetësisht në historinë e kombit. Sot përkujtojmë rënien e dëshmorit të kombit Ilir Soba, i cili 16 vite më parë ta vendin për vatan duke u vrarë në front të luftës, një djalë guximtar, një djalë i cili me vlera dhe atribute mund të bënte çfarë të donte në jetë, për arsye se ishte i ngritur në nivelin akademik, ishte i zgjuar, merrej me muzikë, ishte një djalë i urtë dhe në thirrjet e adheut nuk hezitoi dhe ishte në vargun e gjithë atyre djemve dhe vajzave që luftuan për liri dhe dhanë jetën. Për ne është nder dhe krenari të kemi Ilirin si bashkëqytetar të komunës Gjakovës dhe me shumë respekt dhe krenari e kujtojmë në ditën kur ai ndroi jetë për të jetuar përgjithmonë në zemrat tona. Pas homazheve, kryetarja Kusari Lila me delegacionin e komunës vizituan familjen e dëshmorit Ilir Soba. Aty u pritin nga familjarët e dëshmorit. Ilir Soba lindi me 28 prill të vitit 1971 dhe ra heroikisht me 18 tetor 1998 afër fshatit Kralan të Durshkajës.